e jo në inercionin ty pa ty bo, që është punu deri me tani. Ku e ka fitu ngarë me Butanin, Singapurin edhe Dubai, dërsa sot nuk mund të krahasohet as me Malisheven, as me Rauvecin, as me Suarekin edhe me gjithat e tjera. Në programin e saj qeverisës, Alternativa i ka vendosur 35 prioritete e 103 detyra. Qeverisja Alternativës do të bazohet në programin e saj zhvillimor e jo në inercionin ty pa ty bo, që është punu deri me tani. Prioriteti i parë dhe bazik i Alternativës është largimi i mendësisë kriminale e korruptive të qeverisjes 12 vjeçare në PS nga ky pushtet aktual, si domosdoshmëri e kusht për të lëvizur para. Në kuadër të këtij prioriteti është menaxhimi dhe shpërndarja e drejtë dhe me interes zhvillimor të buxhetit komunal. Qetërsimi i pronës, mbi 500-600 prona publike, komunale e shtetërore i kanë ndërru. Është dënu 250 herë nga gjykatat e Kosovës, mbi 10 milion euro. Në qeverisjen e Alternativës, dënimet të këtilla të paras të tatim paguese nuk do të ketë. Pejave të t'ju përkujtoj, në vitin 2013 ka qenë destinacion i parë botëror nga organizata turistike botërore, ku e ka fitu ngarë me Butanin, Singapurin edhe Dubai, dërsa sot nuk mund të krahasohet as me Malisheven, as me Rauvecin, as me Suarekin edhe me gjithat e tjera. Mbrojtja e tokës bujqësore. Komuna PS i ka pas 34.000 hektar tokë, tash nuk i ka as 10.000. Është tjetërsu në pronë ndërtimore. Ndër projektet me qenë se është edhe arsimi edhe shërbimit publike si temë në veçanta, nuk do të ndalet, si prioritet kryesor do të ketë ndërtimin e kampit ndërkombëtar të rinjive në një lartësi 2500 metrave ku s'ka mujtë të realizohet projekti Bureja, ku shpresojnë dhe besojnë që do të vinë nga i gjithë bota brenda vitit mbi 100.000 të rinj. Këtë drejtim do ta elaboroj edhe të shërbimit publike.